Hani një fet djathë në mëngjes dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Ndoshta nuk e dinit më herët, por mëngjesi është vakti më i përshtatshëm kur trupi ynë përfiton më shumë nga vlerat e djathit të bardhë. Prandaj bëni mirë që këtë produkt ta shtoni në tavolinën tuaj. Sa më parë. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim arsyet pse djathi i bardhë duhet të konsumohet në mëngjes dhe cilat janë përfitimet e tij kryesore në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ekspertët e cilësojnë djathin si një prej produkteve më të rëndësishme që nuk duhet të mungojnë asesi në rutinën tuaj të kujdesit ushqimor. Djathi është shumë i thjeshtë për të trajtur nëse konsumohet në mëngjes. Djathi i bardhë është një nga produktet e bulmetit që organizmi ynë mund ta tresë atë më lehtë. Kjo edhe falë strukturës së tij dhe enzimat e stomakut që arrin të shpërbëhen më shpejt dhe në të njëjtën kohë të lehtësojnë gjithashtu edhe përthithjen e tyre. Një vlerë tjetër është se duke qenë se ka veti të mira antiinflamatore, ai do të ndihmojë gjithashtu në tretjen më të mirë të personave të cilët janë intolerant ndaj produkteve të bulmetit. Djathi ka përqindjen më të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke çuar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimeve të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes nga personat që kanë probleme me kolesterolin, ai ndihmon gjithashtu në ruajtjen më të mirë të ekuilibrave të shëndetshëm në përthithjen e yndyrës gjatë gjithë ditës, duke cilësuar atë si një prej produkteve më të vlefshme për mbrojtjen e shëndetit. Djathi është një burim shumë i lartë i proteinave. Përveç sasive të konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban gjithashtu nivele të larta të proteinave. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë këdo që mëngjesin e tyre ta pasurojnë me sa më shumë proteinë. Nga njëra ana të japin organizmit tonë sa më shumë energji gjatë ditës dhe nga ana tjetër janë jetësore për shëndetin tonë të muskujve. Djathi i bardhë mund të ofrojë gjithashtu një nxitje më të mirë të elementit të vitaminave, shumë të rëndësishme këto për shëndetin e nyjeve dhe lehtësimin e komplikacioneve. Djathi i bardhë është i pasur me vitaminat B6, vitaminat A dhe fosforin. Vitamina B6 ka një funksion të mirë thelbësor për metabolizimin dhe formimin e qelizave të reja, duke i dhënë atij një mbrojtje më efektive për shëndetin tuaj. Ajo ndihmon stomakun në ruajtjen e ekuilibrave dhe aciditetit. Në bashkëveprim me kalciumin, ai rigjeneron dhe mbron qelizat kockore për rritjen dhe jetëgjatësinë e organizmit. Këto vitamina dhe minerale nëse konsumohen që në mëngjes, arrin të ruhen në organizëm dhe të kryejnë funksionet e tyre për gjatë gjithë ditës. Djathi do të përmbajë gjithashtu edhe probiotik, element të tillë që janë fantastik në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Djathi i bardhë është i pasur me probiotik i shkëlqyer për aparatin tuaj tretës. Ai përmban gjithashtu një numër shumë të lartë të probiotikëve, që mund të luajë një rol të mirë parandalues për inflamacionet e organizmit dhe të ngadalësojë gjithashtu komplikacionet e tij, duke cilësuar djathin si një element fantastik për ushqyerjen e shëndetshme. Djathi i bardhë është një nga produktet më të mira për të parandaluar problemet të aparatit tretës, përmban nivele të larta të probiotikëve, të cilat përmirësojnë punën e stomakut dhe lehtësojnë komplikacionet e tij. Nëse doni të keni kocka më të forta dhe më të shëndetshme, djathi i bardhë duhet të jetë një alternativë shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik, çka do të ndikojë pozitivisht në rigjenerimin e nyjeve dhe lehtësimin e kockave. Duke qenë se ai është një produkt i qumshtit, të deles ose të dhis ose të lopës, është një burim i mirë i kalciumit. Ai konsumohet herët në mëngjes për të përfituar vlerat e tij unike në dobi të shëndetit tuaj, në lehtësimin kundër komplikacioneve dhe në një nxitje më të mirë të shëndetit tuaj në tërësi. Konsiderojeni djathin si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese për të nisur ditën. Kështu ndikimin e tij në organizëm do ta keni më të plotë dhe më të fuqishëm.
Gjyshet tona bën një ndikur edhe djathin vetë shtëpiak, kështu përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë gjithashtu edhe më esenciale. Konsumi i djathit nuk sjell të mira vetëm për aparatin ton tretës, por pavarësisht kësaj ai mund të ndikojë pozitivisht në një sër aspektesh të vlerave të shëndetit, duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ai bardh. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit. Sipas ekspertëve, nëse konsumohet në sasinë e moderuar, djathi ofron përfitime të ndryshme për shëndetin në luftën kundër komplikacioneve. Ka disa arsye kryesore pse është mirë të përfshini djathin në rutinën tuaj ushqyese. Djathi është shumë i mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Disa lloje të djathrave janë shumë të mirë për funksionet tuaja të aparatit të shëndetit kardiak. Kështu edhe përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë të ndërlidhura me shëndetin e zemrës, duke luajtur një rol pozitiv ushqyes në betejën kundër komplikacioneve dhe reduktimin e inflamacioneve detyre. Siç u përmend më parë, trupi jonë ka nevojë për pak yndyrë për të mbajtur procesin dhe funksionet e tij nën kontroll. Për më tepër, djathi përmban nivele shumë të mira të kaliumit, element këto shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit, sidomos atij kardiovaskular. Megjithatë, moderimi është çelësi për të përmendur edhe vlerat e djathit në dietën tuaj. Djathi përmban vitamina esenciale. Lloje të ndryshme të djathrave përmbajnë vitamina të shumta, përfshirë vitaminën A, B2, B6, vitaminën B12, D dhe K. Vitamina A ndihmon në funksionin e sistemit imunitar, vitamina B2 ndihmon në mbarvajtjen e shëndetit të lëkurës, syve dhe sistemin nervor. Vitamina B6 ndihmon në formimin e hemoglobinës. Vitamina B12 përfshirë në prodhimin e qelizave të reja të gjakut. Vitamina D rregullon balancin kalciumi në trup. Vitamina K nevojitet për bllokadat e gjakut që ndihmojnë edhe në mbrojtjen e tyre si duhet. Djathi ndihmon në menaxhimin më të mirë dhe parandalimin e osteoporozës. Edhe pse konsiderohet një problem që vjen me moshën, kjo sëmundje është një kërcënim serioz për njerëzit e të gjitha grup moshave. Kjo sëmundje shkakton simptoma të tilla si humbja e dëndësisë së kockave dhe dhimbjeve të nyjeve. Te gratë që janë duke paraqitur këto probleme që hyjnë në menopauzë, djathi mund të jetë një parandalues shumë i mirë i shëndetit të dobët të kockave. Djathi është i mirë gjithashtu për shëndetin e dhëmbëve. Djathi ka nivele të larta të kalciumit, i cili është krucial për dhëmbët, eshtrat dhe kockat e shëndetshme. Sipas Bill Sheffer, kirurg dental, kalciumi ndihmon në formimin e dhëmbëve, por edhe kontribon në një nofull më të fortë dhe më të shëndetshme. Djathi është i mirë për funksionin e trurit. Për aktivitetin e shëndetshëm të trurit, trupi ynë përdor yndyrnat që i merr nga ushqimi që han. Duke qenë i pasur me omega-3 dhe acide yndyrore, djathi është një mënyrë e shijshme për të mbajtur mendjen nën funksion. Rekomandohet që djathi të konsumohet pa shtesa të ndryshme të kriprave të tepërta. Gjithashtu, i konsumuar siç është në dietën tuaj ditore, do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër komplikacioneve. Djathi përmban vitamina esenciale. Lloje të ndryshme të djathrave përmbajnë vitamina të shumta, përfshirë vitaminën A, vitaminën B2, B6, B12, D dhe K. Vitamina A ndihmon në funksionin e sistemit imunitar. Vitamina B2 ndihmon në mbarvajtjen e shëndetit të lëkurës, syve dhe sistemin nervor. Dhe vitamina B6 ndihmon në formimin e hemoglobinës. Vitamina B12 përfshirë në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Vitamina D rregullon kalciumin në trup. Vitamina K nevojitet për bllokadën e gjakut dhe ndihmon edhe në shërimin si duhet. Djathi është një nga burimet më të mira të proteinës cilësore dhe një burim i rëndësishëm për dietën tuaj. Në fund, djathi mbetet burimi kryesor i një proteine cilësore shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore dhe jo vetëm. Ai mund të ofrojë edhe elementë të tjerë ushqyes, ndaj konsumi tyre brenda rekomandimeve tuaja ditore mund të jetë përzgjedhja më e mirë për të nisur ditën dhe për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe bëheni pjesë të dietave tuaja djathin, duke marrë përfitime të duhura ushqyese
edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesve të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.